Në Shqipëri, Komisioni i Ligjeve miratoi sot vetëm me votat e shumicës së djathtë lënien në fuqi të skemës së vitit 2009 për ndarjen e mandateve në zgjedhjet e 23 qershorit të këtij viti. Me propozimin e socialistëve ishin thirrur në seancë dëgjimore kryetarja dhe nënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët mbrojtën variantet e partive respektive që i kanë emëruar. Ndonse socialistët këmbgulin se po hapet një precedent shumë i rrezikshëm për zgjedhjet, duke u shprehur se KQZ-ja kishte ende kohë ta zgjidhte këtë çështje, demokratët hodhën në votim variantin e tyre. Njofton korrespondenti ynë në Tiranë, Armand Mero. Thirrja sot në Komisionin e Ligjeve të Parlamentit, të kryetarës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Lleshi dhe nënkryetari Dinar Biba nuk prodhoi asgjë më shumë se disa orë të tjera debate si ato të djeshmet për ndarjen e mandateve. Rezultati ishte ai paralajmëruar nga propozimi i demokratëve për të lënë në fuqi variantin e vitit 2009. Kush është dakord me propozimin? Kundër propozimin e relatorit. 11 miratohet me shumicë votash, abstenime nuk ka. Sipas demokratëve, KQZ-ja kishte dështuar në zgjidhjen e ndarjes së mandateve, për pasojë ajo kishte mbyllur këtë kapitull dhe çështja kishte kaluar në mënyrë të pakthyeshme parlamentit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pjesa e opozitës, ajo që përfaqëson opozitën atë komision, nuk ka pranuar ta bëjë këtë detyrë. Pra, llogaritjen e mandateve mbas të dhënave në gjendje civile dhe siç tha dhe kryetaria e komisionit sot, jemi të detyruar ne të vazhdojmë procedurën. Është detyrim i parlamentit shqiptar të bëjë ndarjen e mandateve dhe miratimin e këtyre mandateve. Është detyrim ligjor, parsor i ynë të bëjmë këtë. Jo shkelje e ligjit apo e demokracisë. Por socialistët shohin disa shkelje në vendimin e së djathtës. E para se sipas tyre do të cënojë kodi zgjedhor i cili parashikon një ndarje parapërsisht të barabartë zgjedhësish për një mandat deputeti, që nga 2009 deri më sot panorama demografike ka ndryshuar dhe në fakt sipas të dhënave të paraqitura nga Drejtoria e Gjendjes Civile, Tirana dhe Durrësi do të duhet të kishin nga një mandat deputeti më shumë, të cilat do të zbriteshin Koçës dhe Beratit ose Kuksit. Nga ana tjetër, sipas opozitës, parlamenti nuk mund të merrte një kompetencë që i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, aq më tepër kur ka afat sipas tyre edhe një muaj gjysmë kohë. A është një kuvend që vepron në përputhje me kushtetunë dhe me ligjin? Jo. Është një kuvend që në zbatim të urdhit politik, ashtu siç urdhëron dhe këtë sekretarin e përgjithshme të KQZ-s të bëjë gjëra politike, se dihet shumë mirë se çfarë administrata është aty, tashi po hyn në një rol prap politik për të bërë atë që kërkon Sali Berisha. Kjo është shumë e thjeshtë. Me këtë vendimmarrje që po bëni, me këtë njanshmëri, po jepni që në fillim njollën këtyre zgjedhjeve. Këto zgjedhje janë automatikisht të pavlefshme. Këto janë të paligjshme sepse mandatet kanë një parim. Mandatet përfaqësojnë numër të barabartë zgjedhësh. Formula është aty dhe ajo duhet respektohet. Debatet e reja pritet të zhvillohen në sallën e parlamentit kur çështja të shkojë për votim ndërsa balanca e votave e vështirë se lështek për ndonjë kthim pas. Situata e krijuar ishte sot në qendër të bisedimeve që edhe kryetari socialist Edi Rama pati me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s në Tiranë gjatë një takimi të kërkuar prej tij. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.